Me mbrëma të nderuar miq, me mbarësinë e Zotit, sot po fillojmë një cikël podcastesh, të cilën e kemi titulluar Haptas, në cilin do të guxojmë të themi disa gjëra hapur. Do të guxojmë në fakt për atë që na mungon në përditshmërinë tonë, për hallet tona, për problemet tona, për ato që na shqetësojnë çdo ditë. Personazhi që kemi ftuar është një miku im i hershëm, i cili flet shumë më pak nga çdi në fakt, dhe bën shumë më tepër nga ç'thot. Është njeri të cilit vepra i flet më shumë se sa fjala. Teolog, pedagog i diplomacisë dhe i marrëdhënieve ndërkombëtare pranë Institutit të Studimeve Europiane në Universitetin e Tiranës, një pinjoll dhe një trashëgimtar i denj i familjes Gjinishi. Besoj se e keni jetuar Ermir Gjinishi, mirë se erdhe Ermir, dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se gjeta, Gendi, dhe përoj rrugtim mbar në këtë mision sa njerëzore dhe gjithë të shenjtë, jetojmë ditë vështira ku për të folë hapur është bërë shumë e vështirë. Ndërkohë që i periudhë të madhe kohe mendonim se si duhet flasim hapur, pse nuk flasim hapur, pse nuk kemi liri, tash që kemi liri, kemi shumë vështirë për të thënë gjërat hapur. Kështu që të përgëzoj dhe uroj që keni sa më shumë ftuar që ta kuptojnë se liria nuk funksionon pas fole hapur. Atëherë pa humbur kohë le ta fillojmë dhe të kthehemi diku nga 28 apo 30 vjet përpara, kur ju sapo kishit ardhur në Shqipëri nga studimet tuaja në Libi. Si e gjetët gjendjen e komuniteteve fetare përgjithsisht edhe specifikisht të komunitetit më të madh fetar që është komuniteti musliman shqiptar? Po merr formë emisioni i hapur. Është hera parë që më flas për këto gjëra. Dhe hera parë që kthehem, siç e tha Diu, 28 vite. Ti e kishe fjalën, ti drejtohemi një tjetrit me ti se do të ishte më komod. Si gjeta. Si shumë studentë që vinin atë kohë, që ishin idealist, dhe për mendimin tim ai ka qenë brezi më i pastër idealizmit që prodhoi teolog shumë të mirë, jo se Stalin nuk ka, po ai që bio 100% po themi, sepse kishte dy parametra kryesorë. Para, ne sa kaluam në ateizmi në besim. Dhe njerëzit që u dhan besimin, që u përkushtuan besimin dhe kishin bindje, përkushtim dhe ndërgjegje. Shumë prej tyre, një ndër cilët isha dhe unë, ndërprem studimet e larta. Dhe atëherë nuk ishte gjë lehtë, ndërprishte studime universitare dhe të shkoja në një fushë që vetëm pasioni, vetëm dëshira, sigurisht edhe magjia e madhe që kishte fusha e besimit për një vend që kishte gati 50 vjet që ishte ndaluar. Prandaj unë quaj atë brezi më të mirë të teologëve në Shqipëri, dhe këtu nuk kam parasysh vetëm pjesën e komunitetit musliman, po edhe të gjithë komunitetet e tjera. Po të shikosh ato njerëz që studiuan atë kohë, u diplomuan atë kohë, mbeten në një farë mënyre individ që bëjnë diferenca sot e kësaj dite. Për shkak të dy arsyeve që thash pak më herët. Mirë, si e gjeta komuniteti musliman? Komuniteti musliman ishte në të njëjtën gjendje që ishin gjithë komunitetet fetare në Shqipëri. Në një moment riorganizimi, ringritje, ringjallje. Riorganizimi nënkuptonte aspektin ligjor, funksional të institucionit, por nënkuptonte edhe si thuash rikthimin e burimeve të duhura njerëzore për atë institucion. Sepse pjesa e cilën e hapi religionin ose komunitetet fetare në Shqipëri ishin pjesa e mbetur ose mbijetuar e persekucionit komunist. Të gjithë komunitetet fetare, domethënë nuk ishin njerëz të shkolluar, kuptimin e mirëfillt të fjalës, sepse njerëzit e shkolluar që ishin elitat, ai sistemi kishte zhdu. Qoftë nga Kisha Katolike, qoftë nga komuniteti Bektashan, komuniteti ortodoks dhe komuniteti musliman po ashtu. Kështu që ringritja ishte një moment shumë i rëndësishëm. Dhe për herë të vërtetës, nëse pas 28 vitesh duhet të themi diçka me të vërtetë që duhet ta themi, edhe se dëshmitar, po jo vetëm, ato njerëz meritojnë respektin më të madh për gjithë çka bën. Ndërkohë që në atë kohë shikoheshin si njerëz që pak kualifikuar, pak shkolluar, po kur e shikon sot, kur i kthehesh sot,
ato kanë bërë gjithçka me shpirt. Dhe si duket ndonjëherë dëshira dhe shpirti, pastërtia kanë më shumë vlerë se diploma vjendi. Komuniteti musliman është ai që është sot për shkak të atyre gurëve që vuan pikërisht ato njerëz atëherë. Si e gjetëm komunitetin musliman? Me shumë probleme. E gjithë shoqëria shqiptare ishte me probleme, sepse ishin vitet e para tranzicionit. Dhe tranzicioni reflektohet në shoqëri, në shtet, në institucione, marrëdhënie. Njerëzit nuk ishin shumë të qartë me atë ç'do bëjnë në Shqipëri. Kur them njerëzit, jo vetëm fetarët, edhe jo fetarët. Kështu që ishte një periudhë tranzitore edhe për institucionet fetare. Po një tranzicion i cili e mori veten shumë shpejt. Madje mund të them që institucionet fetare u gjallëruan shumë më shpejt dhe shumë më saktë se pjesë të tjera të shoqërisë shqiptare dhe të shtetit shqiptar. Ishin studentët e parë që u kthyen në atë kohë, pikërisht. Sidomos në ardhin tuaj, duhet thonë. Ne kemi qenë brezi i parë i studentëve, unë kam qenë tek brezi i parë i studentëve, sepse ishin dhe studentë e parë që u larguan nga Shqipëria. Ne ishim me bursë të institucionit, komunitetit musliman shqiptar, dhe sapo u kthye, institucioni si thuash, jo mirë priti, po na mori më një herë. Na mori më një herë, nuk na la pauzë fare. Ktheheshim dhe të kontribonim në komunitetin musliman shqiptar. Sigurisht që situata e çike vështirë. Ne vinim pas 9 vitesh që kishim 8 vitesh që kishim studiuar jashtë, pothuajse kaq ishte edhe cikli i studimeve teologjike, sepse është cikël i gjatë, për hir vërtetës, nuk është si çdo dek tjetër. Dhe kishim dy probleme të mëdha. Para që ne kishim studiuar në vende që nuk kishin shumë afrimitet ose shumë ngjashmëri me shoqërinë shqiptare. Dhe e dyta, shoqëria shqiptare kishte ndryshuar shumë për këto 8 vite. Gjithçka kishte ndryshuar. Dhe atë që gjetëm ishte pikërisht kjo pjesë, kjo rrëmuj, kjo në një farë mënyrë edhe një lloj anomalie ose anarki, më shumë po themi. Shikoj shumë në atë kohë në për objektet e kultit, kishte gjithmonë incidente. Po kishte incidente të thojza, domethënë se nuk është që urrite njëri në për. Po kishte mos të marrëveshje, dhe këto ndodhin jo vetëm nëpër xhami, kishte edhe nëpër kisha. Sepse ishte periudha e dy brezave që ndroheshin. Brezi i ri kishte meritën e shkollimit, diplomimit, ekspertizës, profesionalizmit. Brezi i vjetë ishte brezi i historisë, eksperjenca. Kështu që ishin këto, ekzistonin këto gjëra, po këto nuk ekzistonin në nivelet e institucionit komunitetit musliman. As në nivelet e njerëzve mendje hapur, njerëzve që kishin punuar dhe shikonin këtë zhvillim si një natyrshmëri. Këto ishte, pastaj mos harrojmë dhe një fakt tjetër, ndoshta do duhet pak sekonda të kalojmë në shumë gjëra, që është temë shumë e gjerë për tu zauruar, po do mundohem të them disa. Sot do bëjmë vetëm një ekstrakt të gjërave, herë tjetër do t'i futim më thellësisht. Ndoshta po. Sepse nuk do jetë hera e parë që je këtu, në fjalë që shpesh herë do jesh në këtë podcast. Patjetër do vi patjetër t'jap fjalën, po çështja është kjo, domethënë që dhe para njerëzit dinë çka ka ndodhur, dhe e dyta, ne si pjesë e brendshme të institucionit, si thuaç, jemi dëshmitarë dhe na takon t'japim vlerësimet tona për ato njerëz që ndoshta pjesa më e madhe e tyre nuk jetojnë ose kanë ndruar jetë. Dhe është mirë që brezat që vinë ta dinë kush është rrugtimi i këtij institucioni. Një faktor shumë problematik për shembull i kohës ishte për shkak të tranzicionit të shtetit shqiptar në Shqipëri erdhën shumë organizata tuaja, të cilët domosdoshmërisht duhet vinin, sepse ato e ringritën gjithë infrastrukturën e institucioneve fetare. Kjo ndodhi me gjithë komunitetet fetare, jo vetëm me komunitetin musliman. Por në të njëjtën kohë, për shkak të mungesës së autoritetit shtetëror i cili do merrej me çështjet religjioze, me çështjet fetare, shumë gjëra shkonin rrëmuj. Ashtu siç shkon në çdo shtet në periudhë tranzitore, kështu që kishte përplaset lindin edhe për shkak mungesës legjislacionit, ku janë kompetencat e këtyre shoqatave, me çfarë do merren, me çfarë s'do merren, ndërkohë që autoriteti i cili përgjigjej përpara shtetit shqiptar ishte komuniteti musliman shqiptar, aktorët që ishin në fushë nuk ishte vetëm komuniteti musliman shqiptar, dhe faturën do ta merrte përsipër komuniteti musliman shqiptar. Në këtë kontekst, një nga problemet, një nga dukuritë, po themi, fenomenet e kohës, debati religjioz shumë i përhapur publik në atë kohë. Gjitha mediat, gjithë shoqëria diskuton në probleme religjioze pafund. Dhe gjithë teologët e ri që erdhën fillim u përfshin në këto diskutime, u përfshin dhe u duk që në momentet e para që treguan nivelin e tyre, siç e thash, profesionalizmin, pavarësisht se vinin nga shkolla të ndryshme, u adoptuan shumë shpejt në realitetin shqiptar. Ne flasim për
trashëgiminë fetare në Shqipëri, po në vitet 90 nuk ishte trashëgimi fetare agendit. Në vitet 90 Shqipëri kishte histori të trashëgimisë fetare, ndërkohë që ne po krijonim trashëgiminë e re pas 50 vjetësh të mohimit fetar në Shqipëri, dhe kjo kërkonte, domethënë, përveç burimeve njerëzore kërkonte atë shtratën kohor domosdoshëm, ku njerëzit uleshin dhe ngriheshin përballë sfidave dhe mënyrës se si do i përgjigjeshin sfidave. Kjo ishte situata e përgjithshme e komunitetit musliman. Ata që bën diferencën ishin teologët e ri, krijuan një imazh të ri në publik. Publiku filloi t'i donte për hir të vërtetës, ose më mirë po themi, tregohemi pak komplementar, t'i vlerësonte. Pothuajse çdo javë nëpër emisionet më të njohura në Shqipëri kishe përfaqësues të këtyre brezave nga gjithë komunitetet fetare. Unë kujtohem me emra atëherë, për shembull brezi jon, për shembull kisha katolik, ishte Don Gjergj Meta, i cili është po ashtu një karrierë të shkëlqyer brenda kishës katolike, Don Mariani për shembull. Figura spikatura. Kështu që gjithë komunitetet fetare, si thua, krijuan imazhin e tyre të ri, post tranzitor, me këto element, me këto studentë sapo kthyer, dhe ndërkohë që për shkak të traumave që kishte kaluar Shqipëria, për shkak të trashëgimisë së mentalitetit ateist, debatet media kanë qenë nga më të bukurat kur i shikoj sot, ndërkohë që për kohën ishin shumë tensionuara, po tregojnë realitetin e shoqërisë shqiptare, se çfarë ishte shoqëria shqiptare në atë kohë. Gjithë kërkonin flisnin për fen, por asnjë s'merrte vesh nga feja. Gjithë flisnin për laicizmin, por gjithë kishin qasje ateiste. Megjithatë, ajo kishte bukurinë e vet, sepse si thuaç, përballi diplomën me realitetin, dijet me aktualitetin. Dhe sido që tjetë rezumeja, unë them që ja kanë dalë. Gjithë ta djem e vajza që u përkushtun, sepse nuk ishte çështja që u futën disa vetë në komunitetin musliman. Ndodhi një reformë e madhe brenda pak vitesh në të gjithë Shqipërinë, në nivele nga leadershipi i lartë i komunitetit fetar, nga miftiu deri tek imamët, pothuajse u ndruan që të gjithë. Kur themi u ndruan, duket sikur po bën një lojë futbolli, kupton, që u lodhe nga ndeshja. Faktikisht ishte diçka që kërkonte vetë koha, sepse siç e thash, Shqipëria kishte mbetur shumë prapa në raport me vende të tjera të botës. Edhe institucionet fetare nuk mund të mbijetonin dot me thjesht me njerëz që i kishin dhënë ç'kishin mundur, por nuk kishin më shtypnin. Kuptimin profesional, po themi. Kështu që nuk e di, ndoshta është çështje nostalgjie, po për mua ka qenë pjesa më e bukur edhe jetës, edhe institucionet dhe komunitetit. Më kujtohet që punonin orë gjata pa fund, nuk dinin kur ishte e diel, kur ishte e hëm, kur ishte e shtunë. Dhe puna kishte shumë kënaqësi gjeni. Puna në fund fare kishte shumë kënaqësi. Dhe gjithë ishin të kënaqur. Madje edhe kritikët, teksa folëm për opinionin publik, edhe kritikët na donin, pavarësisht se kritikonin pafundësisht, për arsye që i përmenda, na donin. Domethënë e donin këtë lloj zhvillimi. Sigurisht që medreset u reformuan totalisht në literaturë, në programet e tyre, në kurrikulat e tyre, në pedagogët që filluan të japin mësime, krijuan elita. Nëse do të themi, është fjalë e madhe elita, aty filloi të krijohet elitarizmi religjioz në Shqipëri. Kështu që ka qenë një periudhë shumë e bukur gjende, me shumë probleme, por ka një thënie shumë bukur e cila lidhet me qytetrimet dhe me kulturat, përgjithsisht Toynbee është një antropolog anglez i cili thotë jeta e njeriut është sfidë dhe përgjigje, thotë. Nëse nuk ka sfidë, nuk jep dot përgjigje, por mënyrën se si jep përgjigje sfidave përcakton kahun e zhvillimit tonë. Dhe unë them që përgjithsisht, me gjithë kritikat e mundshme, se sigurisht nuk ka punë pa gabime, që shkoj gjithçka vaj. Përgjigjet kanë qenë duhura dhe institucionin atë kohë përgjithsisht mori formën e vet, filloi të funksiononte shumë saktë dhe mbi gjitha besimtarët ishin shumë të lidhur me institucionin. Shoqëria ishte shumë e lidhur, ishte, domethënë, u kthyen aty ku duheshin. Në aspektin fetar, institucionet fetare një lloj etje, le të themi, për religionin, për fenë. Patjetër, dhe u kthyen në referenca për shkak të profesionalizmit dhe këtyre brezditriqeve. Le të ndalemi pak me gjithë problemet që pat komuniteti musliman shqiptar, domethënë statusi e tjera në radhë që ju i përmendët. Komuniteti ka pas një lider i cili
besoj që është shumë vështirë që të vimo, që ka qenë Haxhi Hafiz Sabri Koçi. Po përveç se ka qenë një lider, ka qenë edhe një vizionar shumë i madh. Dhe ju kishit nevojë për një dorë atëherë. Në fakt ai u hapi derën komunitetit musliman për të qenë aty, dhe në fakt ju do të ishit më pas imazhi i saj. Dhe kjo nuk ishte fort e kollajshme. Ndërkohë që mediat flishin për një fundamentalizëm, radikalizëm, përplasje brezash, islami tradicional, islami moderuar, islami i vërtet. Ku e gjeti këtë vizion Hafizi, edhe si e peti këtë lloj vizioni që kishte Hafizi për juve të rinjtë që sapo vini? Shiko Gendi, ka një formulë shumë interesante, është sa filozofike ai dhe praktike, e cila thotë kështu: ditët e mira prodhojnë lider dobët, liderët e dobët sjellin ditë vështira, dhe ditët e vështira sjellin lider të fortë, dhe liderët e fortë suksesshëm sjellin ditë mira. Unë mendoj që besoj bëjmë dakord bashkërisht që i ndjeri dhe i pa harruar Haxhi Hafiz Sabri Koçi ishte pikërisht këto të fundit, sepse kaloi ditë shumë vështira, herë kur feja u mbyll. Ai qëndroi më shumë se 2 dekada në përburgje dhe prodhoi pikërisht ditë mira. Kjo ishte si koncept. Çfarë ishte Sabri Koçi? Sigurisht që ai ishte orientimi, ai ishte vizioni, ai ishte dietari, dhe unë nuk e them me dorashë këtë pjesë. Kujtohet nga biseda që bonin me të gjithë brezat e ri në atë kohë, dhe kishte shumë dëshirë të fliste me ne, ta donte shumë. Dhe përgjithsisht i thonte, kujtoni rinin time. Vetëm në momente që ai kërkonte të rinte pafund dhe prishte çdo lloj agjende, ishte pikërisht kur takonte student ose njerëz që kishin mbaruar studimet ose që studionin andej. Dhe pak u i vogël mund të them që ishte njëri i ditur Gendi. Ishte aq i ditur sa që gjithë ne pranonim me kënaqësi që ai na dominonte me dijet e tij, pavarësisht se ne sa kishim ardhur dhe mendohesh që do ishin një brez i vjetër që s'kishte lidhje. Ai ishte i jashtëzakonshëm, ishte njëri shumë i lexuar, ishte njëri i artikuluar, ishte njëri orator, ishte njëri që kishte kaluar momente shumë vështira, kishte një eksperiencë jete të jashtëzakonshme, njihte shumë mirë Shqipërinë, çka kishte ndodhur, Shqipërinë para se të ndalojë feja, Shqipërinë gjatë kohës ndalimit të feja, e njihte njeriu, njihte defektet e njeriu, njihte dobësitë e njeriu. Dhe mbi të gjitha pranoi që kur besimtarët e Shkodrës e morën dhe vunë në atë ngjarje të paharrueshme në xhaminë e Plumbit, ku rifilloi, si thua, rrugtimin edhe feja në Shkodër filloi. 19 nëntor 1900 në Shkodër, po. 90, po. Në Shkodër filloi dhe ai pranoi edhe në atë moshë të marrë përsipër një barë të rëndë, dhe unë besoj që ja ka dalë. Ishte njëri që kishte intuit, ishte shumë i zgjuar nga natyra, shumë i dashur dhe i paq Gendi. Di ç'do të thotë, një njeri që ka kaluar 2 dekada në përburgje dhe të jetë aq koherent dhe mos ketë urrëtie ndaj njerëzve që Sabri Koçi nuk mbahet mend këtë folën me urrëtie në predikimet e tij. Predikimet e tij mund t'i vlerësosh Sabri Koçi si njëri që fliste me shumë pathos, me shumë entuziazëm, me shumë dëshirë. Ishin predikime hutbe, siç e thoshim atëherë, të zjarrta. Aty ku shkonte Sabri Koçi që të fliste, do kputeshin gjithë besimtarët nga anë kënd të shkonin dëgjonin atë, edhe pas vitit 90. Domthonë, ishte njëri i dashur, nuk kishte urrëtie dhe ishte i përkushtuar, shumë i përkushtuar, por dhe i zgjuar. Sabri Koçi dinte të vlerësonte njerëzit në mënyrë të jashtëzakonshme. Nuk ishte konfliktual. Riktheu trashëgiminë që folëm, kishte çështje historike, shkonte shumë mirë me komunitetet fetare, me homologët e tij, dhe na e përcjellte gjithmonë. Kujtohet një rast, nëse mund ta kujtoj. Ndodhi që ishim para Krishtlindjeve, para Pashkve, edhe ishte smur. Ishte me temperaturë 39 ca. Dhe ne po mendonim këtë do të çonim për urim në kishën katolike, kishën ortodokse atë ditë, sepse nuk ishim mësuar që të shkonte numër 2, numër 3, nuk ndodhte kurrë. Dhe kjo tregonte edhe nivelin e marrëdhënieve ndërfetare në Shqipëri. Ka diçka gën. Në momentin që se feja në popull është imazh, në momentin që ti ul përfaqësinë në raste të tilla, ceremoni të tilla, sigurisht që tregon një farë neglizhencë dhe hap mungesë respekti, dhe hap
derën për ngritur shumë pikpyetje pastaj. Dhe më kujtohet ky rast, ai ishte në mosh, Sabri Koçi, i ndjeri dhe ne po mendonim si ta zëvendësonim, ndërkohë që pa vjen. Me makinë veç kur vjen. Edhe i them kryetari, them po. Jesmuri, them çfarë? Hajde, thotë, dhe futemi te zyra. Dhe më thotë gjatë, sa t'jem gjallë, thotë. 39, 40, 41, 50, sa do t'jetë temperatura, thotë. Duhet me shkuar atje, thotë. Mos me lën hasmit derën hap, thotë. E me na çaj njëri me tjetër. Dhe më thonë, ishin fjalë shumë popullore, shumë njerëzore, por kur e mendon tash, më kujtohet një thënie e padre Anton Arabi që e thonte për kohën, thonte ai që ndjell përçarje ndërmjet besimtarëve, ndërmjet shqiptarëve për shkak të fesë, është armik i kombit dhe i fesë një kohë. Kto si duket e trashëguan atë lloj ndjesie, atë lloj trashëgimie që kishin shqiptarët dhe në mënyrën më të mirë po na përcjellshin na pa kuptuar. Dhe them që ja kanë dalë sepse me gjithë ato problematika që ju thatë, brezat e ri, brezat e vjetër, etj, nuk ka patur kur incidente ndërfetare në Shqipëri, edhe gjatë tyre 35 vjetëve. Domthon kam patur ç'kam patur me njëri tjetrin, kam mbetur brenda vetes, nuk kanë dalë kur jashtë. Kështu që me gjithë defektet në tojza, unë mendoj që ja kemi dalë të rikthehemi këtë trashëgimia jonë historike dhe kjo është një nga rritjet më të mëdha në raport me shoqërinë, në raport me vendin. Me që jemi të Hafizit, Shqipërinë dhe vetë. siç e thatë edhe ju ka trajtuar pa komplekse si fëmijët e juaj. A mund na tregoni një ngjarje që vërtet ju ka lënë mbresa për Hafizin, edhe ka treguar që përveç se një lider i vërtet ishte edhe burr. Hafizi ka, shikoj, E mund të jetë pafund, me fjalë, kujtimet ngjarje edhe janë pafund me gjendje. Unë tash mbi gjitha, ai ishte lider, ai ishte teolog, ai ishte dietar, po ishte edhe njeri. Kishte edhe humorin e vet, sepse ishte edhe shkodran. Edhe po të them një nga pikantet që se kam thënë herë, po ishte Dit Bajrami. Edhe Dit Bajrami aty vinin pafundësisht vizita, pafund, sepse ishte një njeri që gëzonte respekt. Gëzonte respekt në gjithë trupën diplomatike. Unë shikoja në mënyrën se si e takonin diplomatët, ambasadorët. Gëzonte respekt në gjithë institucionet shqiptare, nga presidenti, nga kryetari i opozitës, që imagjinon atko opozita dhe pozita ishin luftë egër, domethënë, të dyja palët e respektonin pafund, sepse ishte lider, dinte si të sillej, nuk bëhej pal, shikonte si thuaç hapësirën e institucioneve dhe atë që përfaqësonte vetë, plus që kontribonte, institucionet vetare ishin kontribuar shumë dhe në paqen sociale në Shqipëri, mos harro që kishte kaluar në 97-98, kur ra shteti. Dhe ato që ringritën shtetin dhe dha një kontribut madh që institucionet fetare, ka ngjarje pafund Shkodër për shembull, ku duart huaja aktorë tjerë shpërndanin trakte. Një javë i hidhin nëpër xhami dhe një javë tjetër i hidhin nëpër kisha dhe luash ideja një përplasje ndërfetare në Shkodër dhe ishin pikërisht këto personazhe kaq të mëdhenj. Që mbajtën balans. Muftiu i kohës, Indjeri Faik Hoxha, Masafro dhe priftrin tjerë, cilët erdhi një moment për shembull kujtohet që dolën popull me ortopolant, me makina. Atëherë s'kisha as makina, po kamion, imagjino, kupton? Dhe i bonin thirrje popullit që tulet, deri në atë moment, deri në atë pikë ishin të acaruara gjërat dhe sepse kisha në shteti, nuk ishte shtet Shqipëri. Të gjithë aktorët e jashtëm, gjithë palët jo mike me Shqipërinë donin të vinin zjarre, dhe kur do i vinin zjarrin, ku ishte ndjeshmëria më e madhe, atje ku lindi, atje ku u hapën, kishte të xhamia Shkodra. Ishin njerëz që dinin të merrnin përsipër pesha shumë më të mëdha se institucionet fetare. Megjithatë, unë do të them diçka shumë pikante, Kenti, për treguar sensin e humorit të njeriu fisnik. Vinë nëpër Bajram, më kujtohet, ishte kryeministër Indjeri Fatosnano, i cili duhet thënë e respektonte jashtëzakonisht. Gjithë, po them, leadershipi politik Shqipëri, po dhe nëna respektonte pafundësisht. Dhe siç vinin këto, vinin me gjithë ministrat e vet. Edhe mbarojnë ato fjalët e kortezisë, urime, paqe, mirësie etj, dhe fillojnë bëjë bisedë normale pastaj, domethënë. Dhe ato gjithë e kishin kënaqësi të bënin bisedë me Sabri Koçin, sepse ishte shumë i ëmbël nëpër biseda. Edhe një moment njëri nga të ftuarit, dhe unë s'po përmend
Ishte një ministër në ato. Thot, Hirsi, thot, sa kam qenë, thot, në Umre, thot, ne jam knaqë, thot, atje në Qabe, thot, kur e pash jetë njerëz veshëm e të bardha, thot, bëra ta vafin, thot, ndjeva i lehtësuar, bëra kështu anë po këne. Ministri po e tregonte këtë. Po, në sytë e vetë kryeministrit, edhe Hafizi Rahmet pas e ndiqte dhe me një busjeshe kështu, po të se ngrirë. A ishe njëri që fliste dhe me mimik shumë, vendi. Thot, po, ashtu është. Edhe kur mbaroi, ke parasysh në media shqiptare, personi që po fliste rezultonte si njeriu që kishte bërë kërdime tendra. Dhe unë s'po vazhdoj më shumë sepse ndoshta pasaj, sepse dhe ai nuk jeton më. Dhe ai gjeti mënyrën për të thënë diçka në humor. Dgjoj, thot. Ne shkojmë atje, thot, për të larë mëkatet, thot. Por nuk kthehemi, thot, për të bërë mëkate tjera për të shkuar pra për t'i larë, thot. Ideja është që kur shkosh t'i larësh mëkatet, ti kesh bërë pa mendje, thot, pa dëshirë, pa vullnet. Po një njeri, thot, që bën mëkate pa fund për ditë, thot, nuk ka nevojë të shkojë atje fare, thot, se shkote ajo punë, thot. Dhe ti, thot, ndërkohë që po e ndiqte, edhe nani po e ndiqte dhe po e ndiqte, dhe gjithë, se sa ishte plot. Ndërkohë, thot, që ti, thot, unë do t'japi këshill tjetër, thot, ne 7 herë, thot, rrotullohemi rreth asaj, sa aq është ai tani. Po ti, thot, duhet marrësh një motorcikletë, thot. E do të rish 70 vjet, thot. 70 vjet, ndalosh vetëm për ta mbush, thot, me benzinë, thot. 70 vjet duhet sillen aty. Dhe kisme, thot, falet as të falet. Ishte rënd, po ta mendosh, thot, ishte shumë rënd, ndërkohë që nano plasi një qesh me madhe vetë, ai filloi të qesh, sigurisht që ndryshoi pak ngjyra e fytyrës, domethënë, po ishte një njeri që, po të them, ditë të bënte humor, ditë të humbonte, por edhe të vriste, domethënë. Ditë ta thonte atë kritikën e vet në mënyrën më të mirë. A na mungojnë sot burrat e tillë, Ermir? Shumë Gendi. Shumë, mund të thash, ato nuk janë njerëz që prodhohen nëpër banka shkolla. Ato janë njerëz që i prodhon koha. Unë nuk e kam thënë ndonjëherë, po në terminologjinë islame ka një term që quhet mujaddid. Quhet mujaddid, ripërtris, gjallës. Edhe për kohën që jetoi, e për misionin që pati. Padyshim që Sabri Koçi ishte mujaddid. Ripërtëriet si i fesë. Si fesë, që në mënyrë absolute. Dhe tash është koha që kërkon njerëz tillë, po dhe kohët e vështira që prodhuan njerëz tillë, dhe ato ditën ta realizojnë në mënyrën më të mirë. Për kohën ka diçka, njerëzit kur jetojnë nuk din nuk ja japin hakun kur janë në jetë. Nuk din ti vlerësojnë njerëzit kur jetojnë. Zakonisht shumë do. Zakonisht, sepse edhe distanca nuk kuptohet, ai nuk ishte njëri që dilte në treg, blinte domate. Ai ishte njëri shumë i përkushtuar. Ai dinte vetëm zyrë, familje, aktivitetet fetare. Nuk ishte njëri që mund ta takonte çdo njeri, vetëm njerëzit që ishin përreth, ato që punoshin pafundësisht e njihnin mirë. Po them që nuk prodhohen lehtë njerëz tillë, sepse nuk prodhohen nga bankat e shkollës. Kjo nuk përjashton mundësinë, po ato kanë status historik njerëz tillë. Mund të kesh status shkencor pafund, po status historik nuk mundet. Ato janë njerëzit që risollën fenë, që hapën dyrën e fesë dhe hapën mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj kujtojmë sot, për kohën që ishin ndoshta si kuptoshin, po sot shumë njerëz nuk kuptoshin. Sot gjithë, dhe ato që kanë qenë nga kritikët më të mëdhej, për shembull kujtohen disa emra, sot i përkujtojnë me shumë respekt figura të tilla, jo vetëm si Sabri Koçi, por gjithë brezi i tij, sepse në një farë mënyrë të gjithë ata me ftit, në të gjithë Shqipërinë ishin nga një Sabri Koç në lokalitetin e vet. Kështu. Le të vim tani te një do rrim tek komuniteti musliman, gjithmonë. Aty do. Aty e ke. Po, aty. Po mirë. Do vim te një fazë tjetër jetës tu. Si papritur ju zgjidheni nën kryetari i komunitetit musliman shqiptar. Ndoshta jo aq papritur, po për shkak të punës e shumë veprimtarive që kishit bërë ndërkohë në komunitetin musliman, ju zgjidheni nën kryetari i komunitetit musliman shqiptar. Dhe bëni diçka që askush nuk ishte guxu ta mendonte dhe jo më ta vente në veprim, ta vente në jetë. Transformoni të gjithë imamllarët, pothuajse 90% të imamllarëve të vjetër dhe i zëvendësoni ato me 3. Sot pas kaq shumë vitesh, a mendoni se ja keni qellu drejt kësaj gjoje? Keni bërë diçka gabim apo diçka që mund ta kishit bërë më mirë? Dhe a keni ndonjë peng për
për ato kohë? Të mendosh Genti që gjithçka ke bërë mirë dhe shumë mirë, do të thotë që të refuzosh atë që përcakton natyra njerëzore. Natyra njerëzore e përcakton njeriu si qenie gabimtare. Çështja është ai i qëllimshëm në gabimet që bën apo jo. Kështu që për të qenë edhe modest me veten, them sigurisht që disa gjëra mund të ishin bërë më mirë. Lene nga njëherë, lene modestinë, se prandaj jemi këtu të flasim hapur. Jo, hapur. E mendon që mund kishe bërë diçka më mirë, ai pengi kohës. Patjetër. Ato kthye në feedback e gjithë ajo përkushtim që jo, nuk e kam menduar ndonjëherë feedback-un. Jo personal. Po tregoj dy gjëra. E para njëherë që ishte domosdoshmëri të bëja ajo reformë. Po s'kishte guxuar as kërkush ta mendonte. Sepse ajo, ajo donte një person i cili ishte i besueshëm. Një parantezë, të lutem, respekt maksimal për gjithçka që kanë bëuar të para, Në mëllarët që ishin vjetër e sot shumica për me ato u bë reforma. Kanë ndruar. Jo, me ato u bë reforma. Sepse po mos doni ato nuk u bën Genti. Duhet ta themi saktë. Reforma pra ishin dhe ato të pëlqimit. Domethënë çështja ishte kjo që brezi ishte ai brez që hapi fen që thash, me ato mundësitë e veta që absolutisht ishin shkëlqyer. Po ta mendosh sot, këto momente që flasim. Të marrësh njerëz me problemet e fesë, që nuk ishin as rrogë, as ardhmë, as gjë fare, ishin mundësi financiare, nuk gjen njëri të mbyllen xhamit. Ta themi edhe këtë. Shumë nga ato kanë punu me vite të tëra pa rrogë. Dhe di çfarë thotë ata. Këtu sot gjej njerëz që flasin pafundësisht për fen, po provoj një herë punoj një muaj pa çuar rrogën në shtëpi. Sepse është problem ana financiare. Por ajo që i dallon ato nga të tjerat është kjo, më kujton një thënie të Voltairit që thotë kur vjen puna tek parat gjithë kanë një fe. Këto nuk patën fe para asnjëherë, ai brez. Ato patën shpirtin. Dhe ajo reformë u bë për shkak shpirtit të tyre. Si ndodhi? Shumë e thjeshtë. Ato pan produktin që solli, si thuash, këto 5-6 student, 10 student të rinj që sa patën ardhur. Dhe pan. Dhe fillon të shikojnë nëpërmjet të parëve që erdhën, shëmbulltyrën e asaj që po ndodhte nesër. Dhe fillon të krijojnë arkitekturën e të ardhmes islamit. Kjo që e Chelsea, asgjë tjetër. Po sigurisht që a ka pas gjëra që mund bëheshin më mirë, patjetër, sepse ne vinim nga shkolla, edhe nga shkolla juridike të ndryshme, edhe nga tradita të ndryshme. U ngatruan shpesh herë ngatroheshin arabizmat me pjesët e islamit. Traditat e vendeve ku studioheshin me traditat e fesë. Që ai debati që fitesh fundamentalist, ekstremist e tjerë. Po këto i shëron koha. Të gjitha i shëron koha. Mos harro diçka. Ne kemi ikë nga Shqipëria, i dashur, kur po të marr një krahasim shumë thjesht. Kur në moshën time 18 vjeç për shembull, nëse merr një djalë nga Elbasani, ai nuk dinte kush ishte Shkodra, se s'kishte qenë në Shkodër, s'ishte qenë në Vlorë, s'ishte qenë në Saran. Ne nuk njihshin vendin tonë. Se kjo ishte Shqipëria, mik. Me çfarë bëshin udhëtimet para 90-s, me trem, që të shkojnë në Shkodër duhet flejë një natë në Shkodër, po ku do flejë në Shkodër, s'kishte financa. Nuk ishte Shqipëria e para 90-s e njëjtë me Shqipërinë e sotme. Atëherë njerëzit lëviznin për halle, lëviznin për qoka. Nuk lëvizte njëri për të bërë piknik në Shqipëri, e për të parë vendin. Nuk dilte njëri. Ai 15 ditë që bëheshin pushime një herë në vit në verë, domethënë ishte një përjashtim që bëhej pjesë e shoqërisë, pjesa tjetër. Shqipëria është një vend i varfër, një vend me shumë halle. Dhe arsyeja ishte kjo që thash, para performancës që bën studentët e parë, nevojën që kishte institucioni dhe mirëkuptimin që solli pikërisht ai brez që thash që punuan me shpirt. Kjo që a mund bëheshin, a jam unë i kënaqur me atë që ndodhi. Ta them kështu shumë hapur në podcastin hapur. Nuk kam pas asnjëherë kënaqësi në punën time sa që ka qenë ato 5 vite. Kur nuk e kam arritur atë lloj kënaqësie. Sepse ishte puna që mblidhte me arsimin, mblidhte me shpirtin, mblidhte me njerëzit, mblidhte me punën, mblidhte me hallet. Rrinim pafundësisht. Brezi i ri nuk krijoi një pol jashtë komunitetit, po u shkrit totalisht brenda nga komuniteti. Brezi i ri kudo që punsoi bë krah, se nuk u hoqën imamët dhe muftit. Ato u lan
të jepnin eksperiencë gjithë këtyre figurave të reja që u emëruan, dhe pak një lloj, si thuash, një lloj stafete, një lloj stafete në mënyrë më të mirë sot, e kësaj dite ato që jetojnë shumë pak janë, që jetojnë nga ato ajbres, dhe janë njerëz të respektuar pikërisht në këto myftie, këto imam të ri që u vendosën atëherë, po ishte një reformë shumë e madhe. Dhe pavarësisht defekteve aty këtu, me në një rast sporadik, por gjithsesi ka qenë suksesshme Gendi. Pastaj, se ti më the, a e more feedbackun apo jo, shiko ka i diçka Gendi. Kur je në funksione drejtuese, ti mundohesh të bësh ndryshime mbi referenca. Dhe referencat në atë kohë ishte arsimi. Sot është luks të zgjedhësh teolog, nëse ke sa dush, atëherë nuk ishte Gendi. Në mezor pritshim që të mbaronte dikush dhe të shkonin të hapnin një xhami e cila nuk u hapte se s'kishte njerëz. Kishte një medrese. Një medrese, fuçi një pedagog, fuçi një pedagog medrese. Dhe ky ishte halli i madh. Kështu që nevoja ishte shumë e madhe. Kushtet ishin, referenca ishte, sepse këto ishin norma statutore, ma ishte një institucion që atëherë funksiononte si institucion, jo si bank. E ishte institucion, nuk i bëje dot gjërat siç doje ti. Unë isha numër 2 i institucionit. Po kur shkoja në këshill përgjithshëm atje të ngrihesh një imam, një përfaqësuese të deglendiste të votë. Ti drillshin komod. Po, sepse funksiononte. Sepse funksiononte hierarkia, funksiononte vendimarrja, funksiononte llogaridhënia. Nuk ishi kurse tash ti nuk shikon asnjë. A shikon në një ligë. Dhe mua vjen keq dhe se kanë votuar për komunitetin musliman. E kanë për gjithë klerë. Janë struk në objektet e tyre të kulteve. Nuk janë më pjesë e shoqërisë. Nuk marrin më pjesë në zhvillimet shoqërore. Ndërkohë që problemi i fesë, ky është gjë. Feja gjithmonë është reformë. Feja nuk është një doktrinë që ti të shkosh në arkivën e shtetit ose në bibliotekën kombëtare thu do doktrinën e të krishterë dhe më jep çik atë dozën ta lexoj. Feja është shoqëri. Është frym. Në fakt ju gjithë kohës atëherë keni qenë në terren. Domethënë nuk e patët të mbajt islamin brenda xhamive, po në atë kohë e patët të nxjerrë jashtë saj. Takonit njerëz, bënit simpoziume, bënit aktivitetet ndryshme. Ishit në terren gjithë kohës, me hallet, me problemet e njerëzve. Prandaj kishin dhe respekt. Prandaj dhe keni pas si duket këtë sukses. Prandaj kishin dhe respekt njerëzit, sepse nuk na preku në një farë mënyre, po themi, nuk na preku egoizmi që ka marrë sot njerëzit, domethënë që shikojnë punën e fesë si një punë siç ndodh në çdo zyrë tjetër, domethënë që do rrit 8 orë, do marr atë rrogën edhe mirupafshim, ne nuk e shikonim ashtu. Ne fenë kemi parë në atë kohë si mision gati, jo si punë. Kurse sot e shohin si punë. E ky është problemi. Pastaj mos harro diçka tjetër. Thash pak në fillim të herës, ato që ikën në fillim për studime ishin shumë idealistë. Imagjinoti, shqiptarët po shkonin në Paris, në Francë, në Rom, po shkonin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në New York, në Bonn, shkonin perëndim domethënë. Kurse ne zgjodhëm pikërisht kahun e kundërt. Për çfarë arsye? Sepse shkum kërkojmë atë që na mungonte më kanë. Dhe për ne ishte shumë e rëndësishme, paktën për atë pjesë, unë kështu mendoj, që shumë e rëndësishme dhe vlerësuam më shumë boshllëkun shpirtëror se sa boshllëkun e xhepit material. Kjo është historia. Dhe prandaj pat atë produkt aq të madh në atë kohë. Sepse ishte njerëz bio. Vim të bisedës, sot mendoj që kemi prodhuar hoxhallar shumë, pra nuk kemi mungesë të hoxhallarëve. Por në fakt ajo që duhet pyes është a kemi prodhu lider sot? Dhe nuk e di a je dakord me mua, a mendoni edhe ju që na myti një lloj katunarie dhe kur flas për katunari them në mentalitet dhe jo në origjinën e vet. Kishë që ke egrë këtë. Po pranimi, të gjithë flasim hapur. Mirë. Po kemi prodhuar shumë teolog, shumë imam, sepse brez pas brezi pat student pa fund që ikën dhe erdhën. Shiko edhe në fushat tjera, ke 2 inxhinierë që kanë të njëjtën diplomë. Madje mund të jenë të 2 ekselent me 10, por nuk komportohen dot të 2 një lloj. Ajo që po mundohem të them është kjo që nuk është diploma gjithçka. Për të qenë lider gjend duhet njohësh shumë më tepër se sa profesioni jot. Aq më shumë kur flasim për lider fetar, sepse feja merret me njeriu. Dhe njeriu nga njeriu ndryshon. Problematika ndryshon pafund. Shoqëria shqiptare ecën shumë shpejt.
bota po ecën shumë shpejt. Ajo, nëse unë do bëj një kritikë me gjithë mirëkuptimin e miqve që do na ndjekin, është kjo. Feja nuk është lokalitet, se ti e the katunaria, dhe unë kishe parasysh me sa kuptova unë lokalizëm vogël, provincializëm. Feja është botë, Gant. Ti je imam. Nuk mjafton që ti të merresh vetëm me hallet, problemet, ose ti përgjigjesh të gjithë çështjeve që përcjell tek ty ai xhamat, që themi, ose ato njerëz që frekuenton xhamin tënd. Feja ka qasje mondialiste, botërore. Po flet për fe botërore, Gant. Po flet për mision botëror, Gant. Islami është mision botëror. Dhe ti nuk mund ta shkëputësh veten tënde nga problematikat që ndodhin gjithë globin. Kjo s'do të thotë që ti të merresh gjithë kohën me Gjermaninë, ose të merresh me Italinë. Por fenomenin duhet ta sjellësh. Fenomenologjinë duhet ta sjellësh. Feja merret me fenomenet, nuk merret me emrat. Ndërsa tek ne, në shumicën e rasteve, unë shoh devijime tegra, për shembull, që njerëzit e kanë kthyer në podium fletrufesh minberi. Minberi është i shenjtë. Në minber nuk përmenden emra. Kënë gjuna e profetin ti të përmendi emra kur bën kritikën. Kritikohet fenomeni, kritikohet sjellja, kritikohet qëndrimi, po emri s'ka fare rëndësi. Në momentin që ti përqendrohesh tek emri, atëherë del nga konteksti, sepse ai emër ka një familje, ka një background, ka një kesa dush gjëra ku mund ta ngecësh grepi, si thosh, por nuk është ky misioni i fesë. Ky është një nga problemet më të mëdha, shikoj. Domethënë shkputja nga misioni, mos e kuptosh misionin si një mision mondialist, po e shikojmë provincial. E dyta, është niveli, feja kërkon të lexosh pafund, po pafund, po them. Dhe kur them pafund, këtu nuk bëhet fjalë për literaturën teologjike, që duhet ta konsumosh patjetër, por edhe jashtë kësaj. Dhe unë bëj një pyetje ty, me aq sa se ti ndjek zhvillimin fetar, aq sa ndjekim. Unë çik më pak se sa ty. Po arrit ta kuptoj edhe nga predikimet që dëgjoj ditën e premte. Pjesa më e madhe e këtyre predikuesve nuk kanë lexuar një libër jo fetar. Nuk njohin një njeri që merr një Nobel, po them. Ta dish më çfarë ndodh me këtë vend, çfarë ndodh me këtë glob, me këtë planet. Nuk e kanë idenë e zhvillimeve që ndodhin. Duket sikur ka një farë arrogancë, pjesa më e madhe, për shembull thon, "Më ç'na duhet me këto politikanë?" Thash, ky është izolacioni. Ky është enklava. Nuk ke të drejtë ta kthesh fenë në enklavë. Që të rish aty tek ai ishulliet që ke prodhuar, domethënë aty mund të flasësh çfarë duash ti. Edhe kujton se ato 1.000 vetë që shikojnë ty po marrosen pas teje. Ato 1.000 vetë vinë me krye obligimet e tyre fetare, më gjen. Si ti imam, ato do vinë ta bëjnë atë. Edhe po s'pat imam do gjendet dikush që shkoj ti pri. Çështja është çfarë mesazhi çon ti këtyre njerëzve. Nuk i çon dot mesazhin gjen, nëse nuk i njeh botën, nëse nuk i njeh shoqërinë, nëse nuk përfshihesh. Dhe dikush është problemi i madh. Kto nuk është që nuk e njohin. Po nuk kanë forcën, po themun, për mos të thënë fjalë tepër për të marrë qëndrimin. Feja ka një problem shumë të madh këtu. Problemi është marrëdhënia jote me Zotin. Dhe marrëdhënia jote me Zotin është përgjegjësi. Sa i përgjegjshëm jeti në besimin tënd ta tregon veprimi. Jo ajo falje. Falje do bëhesh gjithë jetën, sepse je besimtar. Problemi është si reflekton besimi jot tek punët që bën jashtë. Në jetën e përditshme. Në jetën e përditshme. Dhe këtu është kput ajo që mua më vjen keq që ne e kishim dikur. Kjo është kput totalisht. Kto nuk përfshihen, sepse nuk duan prishin rehatin gjendje. Trim pak e ligjërimet, me që ju e përmendet pak të ligjërimet. A nuk ju duket se shpesh herë, domethënë ato janë të rëndomta, deri në kufit e bajates, ndërkohë që në botë ndodhin ngjarje nga më të ndryshmet, po flasim për botën, po flasim për Shqipërinë. Ktu çdo ditë ka nga një ngjarje. Korrupsion, zhvatje, mashtrim, shitje vakëfesh, askush nuk flet për këto, ose të paktën janë ato që flasin. Tani du me të bëj pyetje. A është ignorancë? A është komandim nga lart? Apo është diçka që mirë me vjerën e mirë me nusen që në gjuhën e përditshme i themi politikisht korrekt? Kjo është për ulje. Është dorëzim.
A tregoj diçka? Meqense ke dëshirë të themi za gjëra hap. Për ktheje këtu. Kur diskutonin për problemin e xhamisë madhe, për shembull, sot shikoj heroj Me ke fjalën për namazjan, po? për namazjan. Sot, për shembull, ka rënë sy edhe ty që ka shumë heroj të vetë shpallur për xhamin e Namazjavut. Ne bëm. Xhamia e Namazjavut është histori në Shqipëri. Dhe mua më kujtohet një moment. Kur u kput marrëdhënia e institucionit me pushtetin lokal të Shqipërisë, Tiranë. Me pak fjalë nuk përgjigje fare pushteti lokal për kërkesat e institucionit. Por ishte koha kur komuniteti musliman rrinte gjithë ditën me gjithë kuadrat e vet. Dhe më thënë, gëzimet, hallet, gjërat i zgjidhin bashkarisht janë. Nuk i trajtonte si mvartës, por si bashkëudhëtar. Nuk i trajtonte si rroktar, por si bashkëmisionar. Dhe me një transparencë totale. Diskutojnë gjitha myftinit, hallet që kishe myftinia, me gjithë qytetarët. Problematika, dhe kjo ishte një lloj përfshirje. Dhe më kujtohet ku kput kjo linjë. Dhe nuk ishim çfarë të bënim fare. Derisa Brikoçi shkoi 2-3 herë, ose më po them 1 herë, personalisht vetë për të takuar kreun atëherë të pushtetit lokal, dhe do ta përmend me emër. Dhe refuzoi ta takonte. Ishte shumë e rëndë. Refuzoi Hafizin. Refuzoi Hafizin, ishte shumë e rëndë Gendi. Po shumë e rëndë. Të paktën ne ndjejmë në atë formë, sepse thash që institucionet fetare kishin misione shumë më tepër shoqërore, bamirësie, mirësie, trajtime sociale pafund, se sa pjesa fetare. Ishte shumë i angazhuar në jetën qytetare. Edhe ne u ndjem shumë thyrë. Dhe më caktuan mua negociator që të shkoj dhe takoja personalisht ta zgjidhja këtë pjesë. Shkoj takova kreun e bashkisë në atë kohë. Dhe më priti me një arrogancë shumë të madhe. Ndodh. Çështja, shikoj, njeriu ka përgjegjësi për gjërat që bën vetë, dhe mënyrën si do reagojë tjetri. Dhe mënyrën se si ti do ta zgjidhësh, nuk është çështja për është konflikt kot. Misioni është që të zgjidhësh probleme, jo të krijosh probleme. Dhe di si është mënyra më e mirë për të zgjidhur problemet do gan. E kanë thënë filozofët grek thonë, në qoftë se problemet i shikon si gosht, patjetër që për ta zgjidhur do përdorësh çekiçin. Mos i shiko si gosht problem, por shikoj si sfidë që duhet ta zgjidhësh. Jo si sfidë që të kapesh e të prodhosh pushtet për veten tënde. Dhe të prodhosh heroin imagjinar. Dhe në bisedën që pata, ishte një bisedë shumë e acaruar. Dhe unë shfrytëzova gjithë hapësirat që mite kushtetuta dhe ligjet e vendit tim. Dhe them, nëse ti nuk merresh me këtë pjesë, që ke për detyrë. Ore, jep përgjigje negative, se s'ka asgjë fare. Kjo xhami, ky objekt nuk mund të bëhet këtu për këtë arsye, po ti nuk mund të rrish dot pa dhënë përgjigje 5 vite. Kush je? Dhe si mund të thyesh ti një njeri, ti pret njerëz, pret lloj banditësh, po them, në zyrën tënde, dhe nuk pret një lider fetar dhe një figurë si i madh sa Brikoçi, ishte fyrje shumë e rëndë. Po ta mendosh sot. Sot mund duket e thjeshtë, nuk e din, ndoshta edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar, por për kohën ai ishte shumë e rëndë. Jo vetëm për ne, ishte për gjithë. Dhe them, ke dy rrugë zotëri. Ose të japësh një përgjigje, bëhet apo s'bëhet, ose unë pas nesër, dhe është ditë e premte, mbledh gjithë besimtarët dhe falen tek sheshi Skënderbe. Dhe ne nuk ikim nga sheshi Skënderbe, deri kur ti t'japësh përgjigje ose ti kesh nga ajo zyrë dhe të vi dikush tjetër që na japi përgjigje. Kaq u desh gan. Nuk ishte nevojë të bëja akt fare. Kupton? Sepse përgjigja erdhi më një herë. Dhe ai ndryshoi qendrim më një herë. Dhe aty filloi historia e zgjidhjes e xhamisë Namazjavut. Aty mori përsipër të planin e famshëm planin francez që u vendos, pastaj bëri konkurs ndërkombëtar. Domethënë, dhe unë jam shumë i kënaqur për atë pjesë. Dhe nuk kujtoj me negativitet atë drejtues bashkia në atë kohë, sepse thash edhe një herë, problemet shikohen për tu zgjidhur. Dhe gosht për të prodhuar pushtetin tonë. Shumë pak njerëz e dinë këtë ngjarje për shembull. Se jo të gjithë gjërat thuan, sepse shumë gjëra edhe keq kuptohen. Tani ti po thua më thuaje për ligjërimin fetar, ke drejtë. Ligjërimi jon fetar është në nivelet e një medresisti. E di çfarë do thotë, sepse vetë këto harrojnë thelbin e emisionit vet. Hutbe për shembull, që përmendim në fjalimi i prendes, është fjalim apo fjalim, është fjalim. Në shkencat humane, në të gjitha shkencat humane, ka një lëndë që quhet arti të folurit në publik. Edhe Shqipëri ka shumë universitete që studiojnë.
Arti të folit publik është një libër kaq. Arti të folit publik ka filluar nga Platoni, nga filozofët e lashtësisë. Gjithë liderët e mëdhenj të botës kanë ditë flasin, kanë ditë i drejtohen njerëzve. Po arti të folit publik mëson në radhë parë studiosh kë ke përballë. Ti klasifikosh target grupe, çfarë janë, çfarë moshe janë, çfarë probleme shkan, kë përfaqësojnë. Që dish ti flasësh mo. Kurse këto duket sikur vijnë nga një planet tjetër dhe flasin për gjëra dhe mbi gjitha flasin për gjëra që nuk kanë lidhje me realitetin fare. E dyta, nuk përfshihen në misionin mondialist gan. Nuk përfshihen fare në atë që ndodh jashtë ultit në radhë parë. Domethënë, korrupsion, unë ta tregova jo më kodat e batutën e Sabri Koçit në atë kohë. Aq u desh gant. Aq duhet më aq. Që ai e thanë shumë konfidencë, nuk doli të bërtasin në Tiranë. Por ka gjëra shumë të rënda në të vend gant. Nuk vjen mirë fare për shembull shoh klerik që me zor presin të vinë zgjedhjet dhe zgjidhin ai hall të shtëpisë tyre. Jo. Mund të zgjidhësh hallet e shtëpisë tënde si gent atje jashtë, po jo si imam, sepse abuzon me gjithë besimin atyre njerëzve që ke përballë. I ke shkel ato njerëz. Gjithë kanë hallar dhe nuk ka asgjë të keq që të merresh edhe me hallet tua. Besimi nuk është që djegë shtëpinë tënde dhe ndërtosh shtëpitë të tjerëve, se se bën dot. Por ama ka konture, ka etik feja, ka kufi feja. Ti nuk mund përdorësh dot pushtetin që t'jep besimi, pushtetin që t'japin besimtarët për të bërë biznes. Ky është ai biznesi i keq që përmendet në Kur'an. Biznesi që bëhet me besimin. Dhe kjo është pjesa, edhe nuk dua ta rëndoj më shumë se kaq bisedën, kjo është ajo pjesë që vret shumë. Sepse këto janë kthyer në tregtar të botës, të dynjas. Ndërkohë që Zoti thotë duhet me shit dynjan që të blesh ahiretin, apo jo. Këto nuk po e mendojnë fare këtë pjesë, nuk e kuptoj, domethënë janë cekët besim, janë pa kualifikuar apo i ka marrë kaq keq kjo bota materialiste sa që s'po kthejnë dot koka më nga shpirti vet. Ndajë më duket sikur e kanë humbur fare shpirtin. Megjithatë për dal nga me një përjashtim të vogël, edhe këtu në Tiranë bën ndonjëri përjashtim, po patjetër ka përjashtim. Ka përjashtime, po përgjithsisht është kjo situatë. Madje edhe ato që kanë përjashtime që nuk përfshihen këto pazare kanë një defekt shumë të madh. Nuk dalin jashtë derës xhamisë. Nuk dalin jashtë derës xhamisë. Feja është në rrugë gan, feja është trotuar, feja është shkollë, feja është shoqëri, feja është supermarket, feja është gjithkund valla. Kupton? Këto e kanë mbyll veten e vet. Dhe pastaj thon se si jemi ne faktor. Po si mund të jesh faktor diku ti ke zgjedh të vetë izolohesh? Si mund të jesh faktor? Po ka i problem. Në qoftë se duhet të bësh faktorin, duhet i dish gjithë gjërat. Dhe duhet të jesh kontribues që të bëhesh faktor. Faktor nuk bëhesh dot duke bërë xhelat, duke bërë gjykatësi, duke bërë prokurorin. Bëu kontribues sepse ashtu pastaj do ta gjesh vendin tënd bosh, ku do të ul vetë shoqëria, do ta dëgjoj zërin. Kjo është. Domethënë megjithë për ta mbyll, por mos e zgjat shumë sepse kjo është një çështje që mund të flasësh pa fund. Megjithë po them këtë që me gjithë anomali shoqërisë son, kleri ka një ku them anomali korrupsioni i madh që ka kap këto nivelet e larta. Nuk është që s'ka qenë ndonjëherë, po jo kaq keq se çka qenë. Në këtë deformim të demokracisë, të rendit tonë kushtetues, në këtë deformim të institucioneve, në këtë demoralizim të meritokracisë që po ndodh kryesisht në institucionet shtetërore, në këtë promovim të antivlerave në jetën tonë publike. Antivlera totale. Njerëz anonim. Hap dhe lexo faqet e thot personazhet VIP. Po të shikosh, ore këto janë njerëz pa shkolluar, minimale janë njerëz pa shkolluar. Njerëz që s'kan bërë asgjë në jetën e vet, po pse janë VIP? Sepse të shesin vesin për virtyt. Dhe këto heshtin. E dyta, nuk kanë sensin kritik ndaj besimtarëve të vetëm. Këto i trajtojnë besimtarët e vet sikur janë shenjtorët e botës. Kupton? Sikur ne jemi një pjesë e shenjtorëve, një pjesë që nuk e njohin të keqen, kupton? Edhe ne jemi shpëtimtarët e botës, prandaj po rrim këtu. Dhe bota ka marr fund. Andaj prandaj rrim këtu ne që të shpëtojnë. Jo, është komplet e kundërta më vet. Kritika në radhë parë është brenda vetes tënde. Që ti je simbol. Ti je imazh. Feja, besimtari jashtë besimtarët mund ta njohin shumë mirë njëri tjetrin, po jashtë shikohet me imazhin, me sjelljen. Një gjest i vogël është ai që bën diferencën. Nuk është nevojë ta bësh për ditë. Po kaq po e bëri secili, mjafton për gjithë. Ne na mungon kjo pjesë. Dhe ligjërimi jon nuk shtyn
në krijimin e këtij lloji modeli. Përkundrazi, ligjërimi jonë është një ligjërim opium që të vjen gjumë, që nuk të ngarkon me përgjegjësitë që ti ke. Mos është e qëllimshme kjo me i majt masat gjithmonë në një nivel kështu Ti e di që unë nuk jam stand-by, domethënë që jo të rebelohen, se ka gjona që unë nuk jam konspiracionist. që shpirti kërkon ti. Gent, unë nuk jam Uloret nga i konspiracionist, po herë. meqense e hapur, edhe unë po hapem më shumë se ç'duhet. Kjo kulturë ka filluar në Shqipëri që pas marrjes së institucionit nga gylenistët. Sepse gylenistët janë islami politik, i cili shërben interesave jo fetare, jo religioze më vetë. Siç është islami politik, gjithë vendet e botës komplet i dështuar, dhe unë kam qasjen time, s'du të bëj debat për këtë pjesë. Është qesë krejtësisht doktrinare dhe historike për modelin. Do ta diskutojmë edhe këtë një herë tjetër. Feja, po kjo erdhi pikërisht për ata njerëz. Dhe e kthyen Shqipërinë në një trapolin për të shërbyer interesave gylenistëve në Turqi dhe në botë, krijuan imazhin e gënjeshtër që këto janë moderatorët, të moderuarit dhe të pjesë tjetër, ndërkohë që këto s'ekzistojnë. Se që ti je i moderuar, vëlla, duhet dalësh një herë, duhet dish të shohë njerëzit. Këto janë njerëz që i shikon vetëm ditën e Bayramit. Dhe nëse do bësh një bisedë tillë, do jesh shumë i pakënaqur nga ato imam që po kritikonin tani, se sa leadershipi që kanë këto. Sepse këto nuk duan njerëz të lirë. Këto prodhojnë ushtar. Ndërkohë që feja ka ardhur për t'i dhënë njeriu të lirinë. Ushtar nuk prodhon feja. Këto prodhojnë ushtar, këto prodhojnë okultizma, këto prodhojnë interesa. Që të gjitha ato që feja i përjashton, këto kanë dashuri t'i marrin. Dhe sigurisht që edhe kjo frymë ka ndikuar. Megjithatë, unë nuk e justifikoj sjelljen e këtyre njerëzve, po them nuk e zgjas më shumë se kaq. Shiko, ti di raste pa fund, do të cil 4 raste. 4 liderët, 4 mezhebeve. Imam Hanefi, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Shafi. Të 4 këto njerëz e kaluan jetën e vet burgjeve, kur Genti, kur nuk ishte sistem demokratik, po kur ishte kalifat, sepse ishin kritik ndaj pushtetit, se ngatrojnë shumë njerëz pushtetin në kohën islame, sikur çdo gjë ishte kështu. Jo, këto dietarët ishin ato që e mbanin në frenat e duar pushtetin. Dhe sa herë që dilte nga shinat, këto i turreshin të parit, kalifit, perandorit, presidentit dhe kryeministit apo kryetarit të bashkisë. Dhe këto kaluan pjesën më të madhe të jetës vetë nëpër burgje. Në sistemin Për shkak se thanë të vërtetë. Sepse kjo është, pra, thuhet vërtetën nëse të merr jetën. Kjo është historia. E do shumë kurajo Gent për të thënë të vërtetën, po në fakt, ku nuk e thu të vërtetën, po tregon diçka tjetër, që besimi akoma s'ka hyrë në zemrën tënde. Për ta përmbyllur këtë bisedë, sa faktor jemi ne si besimtarë sot në këtë Shqipërinë tonë të 1001 hallëve, duke qenë se jemi dhe komuniteti më i madh në vendin tonë, ose me ta bëj pyetje ndryshe, a jemi ne musliman sot dhe sa jemi musliman në jetën tonë? Johan Cruyff, ylli i futbollit holandez vitet 80, bën një kritik sjelljes religjioze në mënyrën e tij sportive. Shikoj çfarë thot Genti. Thot, unë nuk jam fetar, thot. Po në Spanjë, gjithë futbollistët kur futen fushë, thot, bëjnë kryqi. Dhe do të duhej që nëse kjo do funksiononte, të gjithë lojrat e kampionatit spanjoll dilnin 0-0 barazim. Po ndeshjet nuk dalin barazim. Dikush fiton. E thon ndryshe, Gent. Po e fillim nga fundit. A jemi si jemi musliman? Është vështirë të bësh një përcaktim të tillë, sepse shumë njerëz që nuk ndjehen për shembull Gent, janë shumë fetarë. Bën gjeste, bën vepra të jashtëzakonshme dhe nuk i sheh. Këto janë besimtarët pur. Njerëzit pasaj që bëjnë tallava nëpër media, nëpër publik, dhe kanë dëshirë që të futen atë listën e VIP-ave që e tham pak më herët, po ka besimtarë, gjithë kohën, në çdo vend botës, edhe në Shqipëri. Megjithëse duhet thënë, të pjesa muslimane, bota muslimane përgjithësi po kalon një krizë shumë të madhe. Është një krizë që lidhet shumë me faktorë të brendshëm, por edhe me faktorë global. Është të quajtur lufta e terrorizmit, pranvera arabe, rënja e sistemeve diktatoriale.
nuk prodhuan një model më të mirë dhe këtë do ta themi. Prodhuan një anarki shumë më të madhe, një destabilitet shumë më të madh. Ne shpesh herë, ose po themi pjesa muslimane, edhe strukur në për ato objekte të kulteve, se nuk di çfarë përgjigje t'i japi këtyre njerëzve. Ose më mirë po themi, nuk ka kurajon dhe forcën për t'i treguar njerëzve që këta nuk janë muslimanët, që këta janë armiqtë më të mëdhenj të Islamit, që këta që i trajtoni si terrorist kanë vrarë vetëm musliman, nuk kanë vrarë asnjë krishter. Që këto që i shikoni si rrezik për perëndimin, për lindjen, për jugun, këto kanë shkatruar vetëm vendet e veta. Dhe kjo është e vërtetë apo jo? Po në momentin që nuk ka zëra që t'i thonë, dhe pjesa tjetër që ushqen trurin e vet vetëm atë që dëgjon nëpërmjet medjave dhe mediat, sidomos tek ne, por në gjithë botën, po kthehen dal nga dal propagandë dhe ne prandaj kemi përfunduar edhe këtë podcast-ore, se në një farë mënyrë nuk kemi mundësi të thush gjëra, do ta them këtë. Mediat po manipulojnë pafundësisht shoqërinë njerëzore. Ka besimtar, por besimi ka nevojë për ushqim o gat. Dhe ushqimin e merr nëpërmjet literaturës, nëpërmjet shkollimit, por edhe nëpërmjet këtyre imamëve, muftive etj. Të dy të parat vetë besimtarët janë largu. Malcolm X ka qenë një nga liderët më mëdhenj muslimanë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me një jetë të jashtëzakonshme, i cili u përfshi në lëvizjen për mbrojtjen e drejtave njerëzve me ngjyrë dhe mbrojtjen e drejtave muslimanëve pa deviacione sa dush gjatë rrugës, pa i ka një fjali shumë interesante, thotë Islami thotë është intelekt. Është intelekt. Do të thonë, intelekti formohet duke studiuar, duke ushqyer trurin. Nëse nuk ushqen, nuk ke çfarë t'japësh. E vërteta është që një pjesë e mirë e muslimanëve janë larguar nga intelekti, nuk japin peshë intelektit. Janë përfshirë në monotoninë që merr jeta jo religjioze, tek joshja, të jeta e rahatshme, të mënyra se ti fitojmë gjërat pa derdhur shumë djerës, mundësisë dhe pa merit fare, duke bërë dilla që nuk duhen bërë në realitet. Dhe më thonë, një pjesë janë zhbërë, nuk bëjnë diferencë e pjesa tjetër. Ju do thonit, e mirë që do thotë bësh diferencë. Bësh diferencë në model. Se ne gjithë njerëz jemi model gë. A jemi sot në një alternativë? Jo, ne nuk jemi një alternativë, sepse jemi larg qenurit model. Dhe ajo që na mungon mbi gjitha, gjendja është kjo që nuk janë të bashkuar muslimanët. Se që të bashkohesh duhet të kesh referencë. Dhe referenca fillon nga imami, nga muftiu deri te institucioni. Se këto janë njerëz që ta përcjellin tyre modelin e referencës. Dhe ti nuk krijon dot pol. Prandaj ka përfunduar një e dyta ajo lidhja që të thashun ato imam të mëdhenj që kritikonin të parin. Këtu nuk ka për shembull njerëz besimtarë që të shkojnë të thonë imamit, "Ore, po jetë na fol kot po." Se duhet ta bëj dikush më. Në fakt edhe mund të ketë, po në momentin e parë që ndodh kjo në fjalë. Jo, shiko. Imami jo vetëm që varr turit në fjalë, po. Shiko, kur them që të ketë besimtar, nuk kam përshtypje, nuk kisha qëllimin që të shkojnë të ngrisin xhaketën ose ta fliqin. Po feja është këshill. Mblidhen disa njerëz se çdo objekt kulti ka disa njerëz që janë referenca në publik, në xhamat, të urtit. Ato njerëz kontribues, ato njerëz kanë dhënë gjithmonë stabilitet, kanë dhënë gjithmonë mirësi. Po hajde këtu një herë mi. Ka disa gjëra që s'po shkojnë. 1, 2, 3 ka. Në atë kohë ndodhte gjë. Në atë kohë ndodhte. Atë kohë cilën ne kujtuam. Sigurisht që kur flasim kështu duket sikur jemi nostalgji dhe flasim vetëm për një kohë X etj. Kohët ndryshojnë dhe ato që ndryshojnë kohët janë njerëzit. Se koha është. Sa do ta zgjasësh, 1 orë 60 minuta ka gjë, nuk mund të ketë 65 minuta. Edhe një ditë natë 24 orë ka, nuk mund të ketë 28 orë. Dhe një vit 12 muaj ka, nuk mund të ketë 40 muaj. Por njerëzit janë ato që japin jetë kohës. Dhe me sa duket, këto njerëz kanë zgjedhur të japin jetë vetes tyre, jo shefet tyre, po jo kohës. Është përgjegjësi e madhe. Shiko, përgjegjësia e imamëve është përgjegjësi publike se ke të bësh me njerëz, nuk ke të bësh me veten tënde, nuk ke të bësh me 5 vetë në shtëpisë tënde. Dhe është përgjegjësi shumë e madhe. Nuk ka asnjë institucion në Shqipëri, edhe këtu në qendër, që të ketë në Vartës sa besimtar ka një xhami e vetme në Tiranë për ditë premte, që ka më mirë njerëz. Asnjë institucion nuk ke. Kesh aq Vartës. Dakor? Dhe këto nuk kuptojnë përgjegjësi. Pastaj nuk duan ta bëjnë, janë të aftë ta bëjnë, gjitha ekzistojnë. Ne nuk jemi pol,
nuk kemi për të qenë kur pol, derisa krijojmë modelin. Dhe modeli çfarë nuk kupton model? Jo që ti imponon shoqërisë kodet e tua të sjelljes, kodet e tua të besimit. Kupton? Po ti imponon shoqërisë, dhe kur them shoqërisë, jo vetëm pjesës tënde. Do ta kesh mbyllur pjesën tënde. Po pra se e kemi bërë këtë ndarje ne dhe ata. Nuk është ashtu. Ti ofrosh shoqërisë njeriu për të cilin shoqëria ka nevojë. Çfarë ti ofrosh? Një prind të mirë, një bashkëshort të mirë, një qytetar të mirë, një kontribues të mirë, një njeri që di të marrë në sipër përgjegjësitë, një qenie njerëzore që di të thotë më fal kur gabon. Ne nuk dim të themi një herë fal, ke gjuna imamit që thotë fal një herë. Nuk thonë kur fal ta, s'ka bëj. Se po merren vetëm me imam. Me pak fjalë, ka shumë elemente kjo pjesë besimi bashkohet me etikën qytetare. Me etikën qytetare, me kodet e etikës qytetare. Në momentin që ti do ta kesh një status tillë, mos u lot fare të pyesësh je apo nuk je faktor, sepse je. Faktor dhe je faktor shumë i rëndësishëm. Po këtë nuk e pse ta bësh në petkun e njeriu të religjioz, dhe këtu e kanë gjetë, në petkun e një imami, po në petkun e një njeriu që ka një mision hyjnor, që duhet merresh me atë që beson dhe atë që nuk beson, me atë që nuk beson shumë më tepër se sa ai që beson, po jo duke rënë çekat, dhe duke prit kur bën X-i, po them Muçnano apo miku i Muçnano, ose bën blushin ai shkrim dhe të turren gjithë sikur i kanë kafshu. Mos prit të shkruajnë ato. Sa libra keni bërë ju për të treguar i botës kush janë vlerat. Kush i ka treguar botës këtu se çka ka qenë Andolezia? Kush i ka treguar botës? Kush do të tregojmë, po sa thanë këto njerëz? Se si Andolezia solli gjithë qytetrimin e lindjes dhe i dha jetë rilindjes europiane, humanizmit europian, ku filloi pastaj shpërthimi i madh i Europës. Kush e nxorri Europën nga mesjeta e nxorën pikërisht Ibn Razi, Ibn Sina, gjithë ato dietarë që nuk ishin arab. Nuk ishin arab. Prandaj thash që duhet rrim ke mondializmi. Merret mirën kudo që të jetë dhe zhvilloje për hape. Nuk është nevoja të rish strukë vetja vet. Këto prodhon qytetrimin evropian. E dini ju që pa me siguri që e di. Nuk kapi çik patos. Jo, më dhe mund të statim që këta njerëz në Andolezi prodhon ajkën e qytetrimit, ndërkohë që qendrat e qytetrimit ishin Bagdad, ishin Damask, ishin Kufe. Pse u prodhua atje? Sepse atje ishte sfida moderne, atje ishte modeli ndryshe. Prandaj ajka dhe niveli më i lartë i qytetrimit islam është Andolezia në shekullin 9 dhe shekullin 12. Ajka. Po të shkosh në Spanjë sot e kësaj dite, spanjollët, se kjo është interesante, ne flasim për Shqipërinë. Spanjollët krenohen me ato vite që janë atje, nuk kanë prek asgjë. Shohësh pallatin Alhambra, mrekulli, arkitekturë, dijet atyre njerëzve. Spanja krenohet me atë pjesë, sepse nëpërmjet Spanjës dhe Andolezisë, europianëve ju rikthye Aristoteli, ju rikthye Platoni, e dini çfarë e kishin harruar europianët, se kishin ndodhur ndarjet e mëdha, lindjet e Perëndimit, 1954, ndarja e Europës lindore me Europën perëndimore, Konstantinopola me Romën. Dakor, dhe këto kishin harruar trashëgiminë e vetë europianët, ndërsa muslimanët morën vlera nga gjithë bota. Qytetrimi islam nuk është një qytetrim që e prodhojnë arabët, po prodhojnë muslimanët. Madje ato që kontribuan më shumë kanë qenë jo arabë. Jo se arabët nuk kishin kulturën e vet, po kjo është domethënë. Këto jo vetëm që nuk kulturojnë veten e vet, po as nuk përfitojnë nga kulturat e tjera. Dhe ajo që mua më çudit është kjo, ore, a e din këto se ku ti përkasin apo jo, se ndonjëherë arrin ato ekstreme se sa që mundohen të bind veten, këto nuk e dinë as çfarë janë, se çfarë besimi i përkasin. Se çfarë vlerë ka ky besim. Se nuk mund ta mbyllin dot gojen, nëse ka 10 kriminal atje, 10 terroristë qoftë edhe nga pjesa muslimane që vrasin disa njerëz, se ndodhin gjithë botën. Po çështja është që ti duhet bash qendrim, ti dënosh ato njerëz. Edhe të tregosh të tjerëve se si duhet sillen. Dhe jo të presë se çfarë shkon bën blushit dhe ti turresh bën blushit se po më deformon fen. Nuk ta deformon fen asnjë. Në gjithë botë, edhe në kohën e kalifatit, e di që ka pas ateist apo? Ka pas sa dush, po s'kan qenë model. Dhe këto bëhen model momentin që ti e lën bosh vendin. Prandaj ne nuk kemi faktor, sepse kemi lënë vendin bosh. Vendin ton bosh. Bisedat me ty asnjëherë nuk mbarojnë edhe unë shpresoj që së shpejti prapë do të kemi në këtë podcast. Miqtë mi dashur, po e mbyllim për sonte për këtu.
Nëse ju ka pëlqyer, bëjni një subscribe, e ne, pëse e keni kuptuar, nuk merremi me emra njerëzish, por me fenomene. Natën e mirë dhe gjithë mirë.